Terapia holistike merr parasysh gjithë njeriun, trupin, mendjen dhe shpirtin, duke synuar jo vetëm shërimin e simptomave, por edhe forcimin e ekuilibrit të brendshëm dhe veprimit parandalues. Sipas News Medical, kjo qasje synon përmirësimin e të gjitha përbërësve të shëndetit, fizik, mendor, emocional, social dhe shpirtëror, duke i bashkuar në një përpjekje të vetme ku secila pjesë ndikon tek tjetrën. Shumë studime, si rishikimi sistematik i botuar nga PubMed, kanë vërtetuar se metodat Body, Mind, Spirit kontribuojnë në përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme dhe shëndetit mendor përmes ndërhyrjeve që bashkojnë trupin, mendjen dhe shpirtin. Qasjet holistike shpesh përdorin teknika si meditime, disiplina të trupit, terapit me energji, hipnoterapin dhe biofeedbackun, të cilat janë testuar dhe zbuluar të efektshme për reduktimin e stresit, ankthit dhe depresionit. Për më tepër, qendrat naturoterapike vlerësojnë se emocionet të bllokuara dhe tensioni fizik varen nga njëra tjetra dhe ndikojnë në shëndetin e përgjithshëm. Terapia bioenergjike, siç shpjegohet nga Very Well Health, ndihmon në lirimin e tensionit fizik përmes ushtrimeve somatike që bashkojnë frymarrjen dhe lëvizjen, duke ndihmuar shërimin emocional. Ndërkohë, somatik të përfshira në qasjet holistike shërimdhënëse si yoga dhe pilates krijojnë vetëdijsi trupore, reduktojnë dhimbjet kronike dhe përmirësojnë gjendjen psikoemocionale. Reikia, si terapi komplementare, bazohet në idenë e ndarjes së bllokimeve të energjisë përmes prekjeve të lehta, duke ndihmuar në relaksim, në uljen e presionit të gjakut dhe në lehtësimin e ankthit apo dhimbjeve pas ndërhyrjeve kirurgjikale. Edhe pse provat shkencore nuk janë përfundimtare, shumë pacientë raportojnë përmirësime të ndjeshme në gjendjen e përgjithshme, duke e bërë Reikin një shtesë të vlefshme në planin e trajtimeve individuale. Në përfundim, terapia holistike nuk zëvendëson trajtimin mjekësor konvencional, por vepron si një qasje plotësuese që mbështet restaurimin e shëndetit në nivele më të thella, duke u fokusuar në balansin e trupit, mendjes dhe shpirtit. Ajo ndihmon njerëzit të rikthejnë vetdijen e tyre, të menaxhojnë më mirë stresin dhe të ndërtojnë një jetë më harmonike dhe më të qëndrueshme. Kjo qasje mirëfillt kërkon kohë, angazhim personal dhe bashkëpunim me